Shumë njerëz kalojnë pa e vënë re këtë lule të vogël me vlera të mëdha. Kjo është kinfusha, ose bari i etheve e njohur në gjuhën popullore. Është përdorur që në kohët e hershme për zgjerimin e enëve të gjakut të stomakut, gjë që ul temperaturën e ngritur. Ka mendime se ky bar nxit shtimin e lekociteve dhe ndihmon në rritjen e aftësisë vetëmbrojtëse të organizmit. Këshillohet edhe në sëmundjet e mëlçisë që lidhen me paksimin e sekretimit të tëmtit dhe si mjet ndihmës në sëmundjen e sheqerit. Nganjëherë ndihmon në mjekimin e ekzemës. Duhet ruajtur nga dozat e larta sepse mund të shkaktojë të vjella tek fëmijët. Në saj të heterozideve dhe të hidhura dhe të substancave të tjera, bari i kinfushës përdoret për të shtuar lëngun e stomakut dhe për të përmirësuar oreksin. Rekomandohet si mjet që aktivizon tretjen. Veç këtyre, bari i kinfushës duhet pasur kujdes që të mos përdoret në doza të larta. Një lug çaj me bar të glimcuar hidhet në një enë ku shtohet një gotë me ujë. Zihet 5 deri në 10 minuta dhe çaji që fitohet kullohet dhe pihet në 2 vakte, 1/2 ore para buke. Bari i kinfushës hyn në përbërjen e disa preparateve mjekësore që përgatiten nga industria jonë farmaceutike, të cilat mund të tërhiqen nga farmacitë. Në vende të thata, bari ruan veprimin për 18 muaj. Duhet mbledhur tani në periudhën e lulëzimit. Periudha më e mirë për të mbledhur barin e kinfushës fillon tani deri në shtator.